Kryetari i Prishtinës për parim Rama i ka bërë një kërkesë ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke e ftuar që të kandidojë vetëm për kryetar të kryeqytetit në zgjedhjet e ardhshme. Rama u shpreh i bindur se do ta mposhtë në një përballje direkte Kurtin. Unë i kisha sugjeruar Albin Kurtit që të kandidojë se e di që e don shumë pozitën e kryetarit të kryeqytetit, kështu që mos më shti dikë aty veç me hund me djeg, por me vetë me kandidu mas miri. Unë mendoj që Albin Kurtit nuk i intereson zhvillimi i kryeqytetit, zhvillimi ekonomik apo urban i një zone. Intereson historia, intereson filozofia, kështu që nuk kam asnjë dyshim se e mundi në kryeqytet, ka thënë Rama. Rama ka konfirmuar zyrtarisht se do të rikandidojë për një mandat të dytë në krye të kryeqytetit. Ai tha se pavarësisht sfidave dhe pengesave politike, është i vendosur të vazhdojë punën dhe projektet për zhvillimin e qytetit. Unë qytetarëve ju kërkoj me reflektu dhe me paqe përkundër këtyre problemeve që nuk ka pasur më shumë zhvillim. Ne nuk na ndalin dhe askush nuk ka me na ndalë veç votës së qytetarëve. Po do jem kandidat për kryetar të Prishtinës. Unë i besoj elektoratit, besoj që ata shohin, ka thënë Rama dhe kësa u shpreh i bindur në fitore. Patjetër që të bëhem, ka thënë ai. Rama ka akuzuar ministrin e kulturës në detyrë, Hajrullah Çekun, për shpërndarje të gënjeshtrave dhe mungesë bashkëpunimi në projektet kyçet për kryeqytetin. Ky njeri kur ka ardhur tek ne, me kërku hapësira për teatrin, ne kemi qenë të hapur dhe i kemi ofruar hapësira dhe kemi bashkëpuntuar, por edhe për disa projekte të tjera. Ne presim prej disa kohësh dhe ky nuk i realizon ato projektet, por ja që ky ministër që ne kemi ndihmuar për çdo send, dele flet gënjeshtra, të cilat normal që është përfillin karakterin e tij, ka gënjur edhe për gjëra të tilla, ka thënë Rama. Ai tha se përkundër thirrjeve për bashkëpunim rreth projekteve strategjike si unaza e kryeqytetit dhe fshati olimpik, kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka kushtëzuar atë me gjithçka me përfshirje politike për vetvendosjen.